Shqipëria re, thot Edi, me talje, me përtalje. Ku është programi? Ma sillni programin të lexoj. S'ma kanë sjell akoma të di. O qyp, o idiot. Kush do të sjelli program ty mor klysh? Ne po themi ty ik para se të marrim zvarr. Programet e Shqipërisë së re nuk i diskutojmë me ty në o tradhtar, o klysh, o idiot, o hale. Po zhduku nga aty ku je, mos na detyro të heqim zvarr. O qyp, o psikopat, o idiot. Po del edhe një nga këto zvarranik të tyre. Kjo protestë është mishtuli, ka edhe bambi, ka edhe patlıgjana, ka edhe speca, ka edhe këta, po ku është mishi të dim kush është. O psikopate, o idh me infekcion. 1 milion mandatet në marrë shti me kurve në dytë, po me infekcion të të keshe dhe idhin tatë, o idiote, se jes mu me në tru. O psikopate, kjo është populli që vjen nga gjithë sferat. Nuk është një parti si partia jote është Kërdhat, apo ati tjetrit Berishës. Është populli që vjen nga gjitha sferat e jetës, edhe se cili ka hallet e veta, ore psikopate, pikrisht, se vjen nga populli. Si që thoni ju, mor idiot, jo vjen nga Irani, jo vjen nga Albin Kurti, jo vjen nga Titova dhe nga Struga, sigur ata janë territore serbe dhe jo shqiptare, mor o deri nonen, mor psikopat, mor idiot. Vlezër e motra, protesta është mbar popullore. Dje u ngritën në një fshat, zjarri, kryezjarri, nuk e di si e pa dhe sot, se thash dje në Elbasan. Kanë ardhë e po ndërton qeveria në një fshat e Elbasanit, po ndërtojnë ata, çfarë ndërtojnë punë e tyre. Ndoshta për të mirë, ndoshta për të keqen në Shqipërisë, por ndërtojnë. Por rrugën e fshatit, që qeveria, kjo qeveri Shkërdhat se ka bona herë, që fshataret e kanë rregullu e mërmetu me paret e veta, mush gropët me zhavare me gur, janë mbledh ato 10 fshatarë. Kanë ardhë këto me kamion, këto maskarit dhe e kanë shkatru. Janë ngrit protestuesit sot, që është një protestë mbar popullore, edhe shprehin, bravo i qoftë rinisë që po jep zemër popullit, kanë bloku rrugën për kamionet. Ka ardhë ky kryetari bashkisë, edhe i ka thonë këtyre fshatareve, më ka thonë garancin kompania, që na lene të bëjmë, të marrim punën me këta kamionat të mëdhej, se rrugën mrapa do t'ju rregullojmë ne, më ka thonë garancin. Ore qene birë qene, shkor klysh kurva, ju ose jeni idiot dhe pil, se zgjedh Edi me laps, ose jeni të poshtër për popull, mos mësoni, të mos vazhdoni, si thonë, të hani sapunin për djath. Garancia është fare thjesht. Në fshat, sa shprishke rruga e fshatit, të ngrihet një komision, të vërtetoj, në fakt, përpara të deklaroj sa do të kushtoj mërmëtimi i rrugës, të kërkoj kompanisë të fusë për benefitin në interes të fshatit, rrugës fshatit, 2 herë shumën e pareve që do të kushtoj me rregullu rrugën, që në momentin, edhe të shkojnë të noteri, që në momentin që rruga maron, paret përdoren për të rregullu rrugën dhe pjesa tjetër i kthehet atyre. Vetëm kështu ndrejqet kjo, mor idiot. Mos lejoni t'ju mashtrojnë mo Edi Ramës, Shkërdhatet e Edi Ramës. Nuk bëhet kjo, o ikni shtëpi se folu më dha garancin kjo kompani që kur të marrojmë rrugën, do vim, kur të marrojmë rrugën ata kanë hik, janë zhduk. Mos hapni rrugën, kërkoni paret të futen në llogaritë të fshatit për ndërtimin e rrugëve dhe të jenë 2 fish ose 3 fish shumë e pareve që bën rruga, që të kenë ata të jenë interesuar që të bëjnë rrugën, që të marrin pjesën tjetër e pareve. Jo vje kryetari i bashkisë, o që keni ju hikni në shtëpi se dha fjalën mu ky. Fjalën kujt e dha? E sjell dash na hyn punë fjala juve. Vëllezër e motra çoheni kom. Disa ti bashkoheni protestës në Tiranë, të tjerë ti bashkoheni kudo, në çdo vend ku jetoni, dhe mos lejoni këto maskrej që u kanë tallë gjithmonë. Tash mos e thash këto vëllezër e motra. Unë i bëj thirrje shqiptarëve, protestuesve, çdo njeriu të ndershëm,
të drejtohen sot, nesër apo nesër, kur do që të kenë mundësin, të drejtohen me njëherë në spak, me parulla, edhe t'i kërkojnë shpakut, jo të trajtojnë si armik, po t'i kërkojnë shpakut që të ndërhyjë urgjentisht në mos për arrestimin e çdo personi të klikës së lartë hajdutëve që uzurpojnë qeverinë shqiptare, Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Në qoftë se nuk e arrestojnë, të nxjerrin dekrete të posaçme, urgjente, ku t'i bëjnë thirrje çdo personi të administratës i ve gishtin kohë. Të ven gishtin kokës, që në qoftë se në njëni për jush do të guxoj, të prishi e të shkatroj evidencën, provat, që lidhin me krimin dhe që pengojnë gjetjen e parave dhe pronave që janë vjellë. Këto do dënohen 3 fishin e atyre që kanë bërë krimin. Në qoftë se ato bëjnë më të voglin veprim për të shkatru provat e krimit, se Edi Rama e din që po shkon poshtë, qeveria e din që po bie. Ato nuk po qëndrojnë sot të zgjasim jetën, por janë duke prish evidencën, duke prish provat, duke shkatru provat që të mos i gjejmë. Ne do të gjejmë ato sikur në pët nonës shkojnë difusin. Por kur çdo që merr pjesë, me dhunë apo pa dhunë sot nuk ka dhunë, të ikin si Koçeku, të hedhin mandatin, të lejnë punën, edhe mos na thonë neve që na detyroi dhuna e Ramës, mos tutela e Ramës, kur çdo që merr pjesë në prishjen e evidencës, në shkatrimin e dokumenteve, në shkatrimin e çdo gjëje falsifikume, që ne mos gjejmë provat dhe mos gjejmë nga kanë shku pronat që na janë vjellë, do dënohen 4 fishin. Kur çdo nga këto njerëz që vjen edhe denonson në spak, edhe është gati të bashkëpunojë me spakun, të bëjnë thirrje spaku që të ketë heqje ose falje për krimet që kanë bërë sa kohë që na ndihmojnë, të gjejmë balozë të mëdhej, edhe të gjejmë pronat ku janë fshan emër të kujt, se i kanë fshan emër të çdo lloj njeriu. Në qoftë se janë prona jashtë shtetit në për banka, hiç mos keni frikë, vetëm të gjejmë ku janë shku, se do i marrim, duke vonë në shërbim çdo lloj institucioni apo mekanizmi botror që është kundër vjedhjeve, kundër korrupsionit. Do t'ju kthejmë shqiptarëve, do t'ju kthejmë Shqipërisë çdo gjë të vjedhme, por thirrje menjëhershme administratës, mos guxojnë ti gjunjëzohen Edi Ramës dhe klikës së kriminalëve dhe oligarkëve që kanë uzurpuar shtetin, që të shkatrojnë ato provat, vëllezër e motra. Ti bëhet thirrje menjëherë ambasadës së Izraelit në Tiranë dhe ambasadës amerikane në Tiranë, ti çohen letra menjëherë proteste Shteteve të Bashkuara, Shtëpisë së Bardhë, Trumpit, familjes Trumpit, Kongresit Amerikan, Senatit Amerikan, edhe Departamentit të Shtetit, edhe kjo letër të quhat gjithë medjeve kryesore botrore si që CNN, Deutsche Welle, BBC, Rai Una, që ka mund t'jenë, ku t'i shpjegohet dhe t'i kërkohet me çdo kusht që kjo qeveri po implikon Izraelin dhe Shtëpinë e Bardhë, sikur indinjata shqiptare nuk është kundër korrupsionit në Shqipëri, në fakt por është kundër Trumpit, kundër Amerikës dhe Izraelit, që s'është e vërtetë. Kjo po janë zinë imazhin Amerikës në mënyrë pa drejtë që të vënë krah Edi Ramës, sikur Edi Rama është reprezentuesi, përfaqësuesi i Shtëpisë së Bardhë, Izraelit. Këto e kanë po me qëllim, kanë shpërnda flamurin e Izraelit në për bulevarde. Kjo qeveri shkordhat, që në fillim të thot popullit tash Izraeli që i po i bë këto, se ne punojmë për Izraelin, që është falsa, edhe dytë që popullit detyrohet të detyrojnë Thomas Karej të heq flamujt e Izraelit, më të drejtë sa e bëjnë këto, edhe jo vetëm që bëjnë me falsitet, mashtrojnë një popull që ka dashur dhe ka mbrojtur Izraelin dhe është i vetmi në botë që është kundër Izraelit, që s'na hyn punë dhe nuk është e jonja, por edhe të tregojnë gjallë e Izraelit dhe Amerikës që hey,
Unë jam e ju, prandaj s'm duan popullin. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, e pafalshme, ku qeveria amerikane dhe qeveria izraelite duhet t'i japin urdhër me njëherë këtij lunatiku, këtij shkërdhate që po mytet, stop një herë për gjithmonë, mos qenë përqeni, mos na implikon neve në punët e tuja të mrenshme. Nuk jemi ne, shpëtojmë vargën 8 mytë me mut më shkërdhat. Popull shqiptar, mos lejoni këto maskarej, është heq flamuri, thot ky maskaraj. U mendova që ka thonë Evropa, ka thonë Izraeli, nga ambasada Izraele. Në qoftë se është heq, të jeni sigurt që nuk është heq nga protestuesit, por është heq nga maskarejt e Edi Ramës, të kamufluar sa i s'ka të drejtë të shpërdaj flamurin e Izraelit sot në për protesta. Të ndy Izraelin, Amerikën, edhe familjen Trumpi që ky po e ndyn për ditë që kjo protest shqiptare, të kombi shqiptar, si godzon ti mërqen, edhe po tjetë e vërtet që populli shqiptar tjetë ngrit kundër Izraelit dhe Amerikës, ti duhet të thush që nuk është kështu. Nuk mund tjetë se je udhëheqësi ati shtetit dhe ati përfaqësanët komb, mos shkordhat, mos vemje, mos zgjebe. Populli im, mos bine në grackën e këtij. Dëtërojën e pikërisht ata t'ja fusin komët me një këpuc këti qene që do ja fusin zorat, do janë zerë nga bargë këti klyshe se s'ka rrugë tjetër, por nuk dum gjakderdhja, se prej këti hales, pastaj do vritën njerëz pafajshëm, edhe nga ata që mprojnë, edhe nga anët tona. Ndaj nuk dum. Ne dum zgjidhen paqësore më qene birqeni, por këta nuk hikin se duhet shkatrojnë provat, edhe për këta arsye duhet spaku urgjentisht, jo se spaku mund t'i arrestoj, nuk e din në e arrestan ajo. Jo se spaku mund t'i ndaloj, nuk e din nëse ndalon ajo, por t'ja bëhet i qartë që mos thonë se nuk e dia, mos thonë se që na detyroi Edi Rama. Këto qene birqenësh se kushdo që prish provat, fshep provat, shkatron provat, do dënohet shumë ashpër, por kushdo që refuzon të prishi dhe ndjek shembullin e Spiropalit dhe ndjek shembullin e asaj Koçekut, i bashkohet protestës edhe është gati të glorojë çdo gjë. Çdo vjedhje, çdo hajdutlik, këtyre ne do t'ja falim. Do t'ja falim. Krimet si shfal gjithë bota, sa ko që në ndimon të gjejmë kriminalet të mdhej, të gjejmë pronat ku janë fshe. Në Shqipëri apo në offshore nuk na shkon mendja, vetëm mos na shkatrojnë provat këto qene birqeni. Sami Gjoka ju përshëndet.